Vëmendja e të gjithë adhuruesve të televizionit dhe fansave të zjarrt të Big Brother VIP është rikthyer me hapa të shpejtë, por këtë herë shoqëruar me pyetje dhe paqartësi të mëdha. Ditët e fundit në rrjetet sociale ka shpërthyer një debat i madh midis ndjekësve, të cilët janë merakosur për të ardhmen në reality show-t më të ndjekur në Shqipëri. Pasioni dhe kurreshtja e fansave u trazua pas njoftimeve më të fundit nga Top Channel, ku është bërë me dije se mbrëmjet e të martave dhe të shtunave, të cilat tradicionalisht i përkisin spektaklit të mbrëmjeve prime të Big Brother, do të jenë të rezervuara për transmetimin e ndeshjeve të futbollit. Kjo lëvizje në programacion ka nxitur menjëherë pikpyetjet: a do të ketë një edicion të ri këtë sezon, apo formati do të pezullohet për shkak të drejtave televizive të sportit? Megjithatë, alarmi i fansave duket se është shuar shpejt pas një deklarate mjaft domethënëse nga vetë producentja e njohur Sara Hoxha. E pyetur apo duke i dërguar një sinjal të qartë publikut mbi këtë dilemë, Sara shprehur shkurt por me mjaft doza humori dhe sigurie, duke thënë: "Ku rrim dot ne pa Big Brother?" Kjo deklarat ka mjaftuar për të ndezur menjëherë rrjetin dhe përqetësuar ndjekësit. Fjala e saj le të kuptohet qartë se përgatitjet për edicionin e ri nuk kanë ndalur dhe se spektakli do të rikthehet sërish në ekran, ndoshta me një strategji të retransmetimi ose me lëvizje në ditët e prajmeve për t'i bërë vend dhe emocioneve të futbollit. Tani mbetet vetëm të mësohet se kur do të ndizet zyrtarisht drita e kuqe shtëpisë më të vëzhguar në Shqipëri. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.